Ndërsa shoqata patriotike Çamëria ka nisur një fazë riorganizimi në të gjithë vendin, ish deputeti Dashamir Tahiri e cilësoi të domosdoshëm, ndërsa akuzon kreun e PDI-u Shpëtim Idrisi për dobësimin e strukturave dhe përçarjen e komunitetit. Tu është një kryetar shoqate, në atë vazhdën e tij që nxori një herë disa çam nga Dibra, i shiti Dibranët për çam, pastaj disa çam tjerë nga veriu të tjerë, tani na ka sjellë një kryetar shoqate nga Shkodra, që se një askush. Dhe nuk dihet se kush e ka vënë, nuk e dihet se kush e ka zgjedhur. Këtë 24 janar, shoqata patriotike Çamëria kishte lajmëruar një takim jubilar në Tiranë, që më pas ishte shtyr për një ditë tjetër. Tahiri ironizon disa lëvizje brenda kryesisë. Tani si ka mbetur gjë tjetër, Shpëtimi Idrisit, të marrë ca çam nga Bangladeshi. Ish deputeti, aktivist i njohur i çështjes çame dhe zë përfaqësues i komunitetit, kërkoi që degët e shoqatës patriotike në rrethe të vijojnë me riorganizim. Të gjitha shoqatat në rrethe të vazhdojnë në bazë të nenit 14 të statutit të shoqatës Çamëria, të riorganizojnë shoqatat në rrethe dhe të zgjedhin kryetarët e tyre. Në 35 vjetorin e themelimit, dega e shoqatës Çamëria në Vlorë zhvilloi zgjedhjet për kryetarin e ri për t'i rihapur rrugë riorganizimit.